Protesta e nën kontraktorëve në kantierin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës ka hyrë sot në ditën e tretë, ndryshe nga 2 ditët e para. Këtë herë tonet duken më të ulura dhe numri i pjesëmarrësve ishte më i reduktuar. Blu Televizion pati mundësinë të fliste me Selim Pacollin, një nga vëllezërit Pacolli përgjegjës për disa prej punimeve në aeroport, i cili tha se nën kontraktorët kërkojnë vetëm të vijojnë punën dhe të përfundojnë detyrimet që kanë marrë përsipër. Qëllimi i protestës është thjesht që ne shprehim pakënaqësinë bashkë me nënkontraktorët e tonë që kemi këtu, të cilëve është mbyll qasja në kantier. Ne duhet të njoftojmë opinionin publik se ne si Mapo Construction nuk jemi nënkontraktor të vijas. Ne jemi kontraktor dhe jemi koncesionar direkt me Ministrinë e Transportit dhe me shtetin. Këtu është një alibi pse shteti nuk interferon kur është i detyruar me kontratë. Që çfarë do, mosmarrëveshje mes koncesionarit, ata duhet të interferojnë ku janë pjesë përbërëse të gjitha segmentet e sigurisë të shtetit dhe të ofrojnë mundësi që ne të zbatojmë punimet e tona dhe të zbatojmë detyrimet tona kontraktuale. Andaj kjo është për të keq kur ne sot shohim këtu njësi speciale, shohim ambulanta, shohim policë të rendit të dytë, shohim policë të cilët marrin rendin dhe qetësinë në rrugë dhe çka tjetër. Nëse ne pas me bësh shkelje kontraktuale, atëherë si është e mundur që të jepet e drejta edhe partnerit tjetër, siç është 2A Group, dhe ata të vazhdojnë punimet e veta, rrjedhshëm dhe pa asnjë pengesë fare. Kujt i bën shërbim vija në këtë rast? Kujt? Ka shihet qartë, shihet hapur që këta njerëz janë shndruar në një mekanizëm të një njeriu këtu i cili thjesht bën punën për veten e vet. Nëse flasim për detyrimet kontraktuale, ne kemi mbaruar vllai dashur. Terminali, shtëpia e zjarfikësve dhe shtëpia e kontrollit ose kulla e kontrollit, si quhet ashtu, pjesë të tjera të doganës ose hapësirat e policisë janë të mbaruara. Ne jemi duke i përfunduar ato dhe është dashur që deri me datën 20 të këtij muaji që të përfundojë të gjitha. Ne jemi duke i pastruar hapësirat e tjera dhe të bëhet kyçja e tyre. Çka kanë ngel aty? Kanë ngel. Nëse keni mbaruar punën, pse kërkoni të vazhdoni punën? Se ju thoni lutem, jo, duhet të bëhet pranim dorëzimit teknik i hapësirave dhe kjo nuk është bërë akoma. Nuk është. Këtu po nxitohet nga partneri tjetër që të pengoj punimet e tona, mbarimin e punimeve, që të krijojë vetes hapësirë të mbarojë punimet e veta në pistë, të cilat në këtë ritëm që ne shohim sot, i shohim, ato punime nuk do të mbarojnë as deri në fund të kushtit kur po pretendohet, sipas zotit e Jupi, një pseudo administrator që është me një prokurë të rreshme dhe jo ligjore, dëgjuar në një prej televizionit, do thotë që ne do të fillojmë punimin dhe operimin e aeroportit në fund të kushtit. Dhe unë ju garantoj këtu, para mediave, garantoj qytetarët e Shqipërisë që do të ndodhë. Në këtë ritëm që zhvillohet tani, jo negosh, pas në fund të shtatorit jo. Nëse nuk interferohet dhe ne do të kërkojmë thjesht qasjen që ne të mbarojmë edhe punimet e tyre. Se ne jemi investitori kryesor, ne jemi koncesionari vllai dashur, ne jemi ata të cilët kemi siguruar investimet, ne jemi ata që kemi garantuar investimet, ne jemi ata që kemi garantuar. Këta njerëz paguhen me lekët e Mapo Construction. Dhe në momente herë pas here kur ta ngelin pa lek, ta flajnë të bëjnë gjumë, se nuk punojnë dot. Kjo është problemi. Po ndërkohë ju i paguani ata? Po sigurisht. Se ne kemi siguruar garancionet bankare, ne kemi siguruar garancionet e kredinave dhe lekët vijnë nga andej. Kjo është një gënjeshtër e tyre e radhës, të cilët janë shndruar në mekanizëm të individët atje dhe pretendojnë që ne na pasken shkaktuar dëme. Po mirë, po ku ti marrin lekët ata që i kthejnë ato 4 milionë euro? Nëse ne kemi shkaktuar një dëm, nga ku i marrin lekët ata që ti paguajnë? Nga ai që investon vet. Ne nëse kemi bën një dëm, po flas në thojza që nuk është e vërtetë, me asgjë nuk argumentohet kjo. Atëherë janë lekët tona vllai dashur. Nuk janë lekët e vijas ato. Vija nga ku i merr ata lekët? Do t'i merren nga xhepi i kompanisë së zotit Pacolli. Janë afër 49 kontraktorë të cilët çdo ditë vinin dhe mbarojnë punën e veta këtu me dëshmëri dhe me shumë profesionalizëm. Në 2 investimet e deri tanishme janë afër 19 milionë euro të cilat janë vendosur, janë të argumentuara përmes transfereve ose transaksioneve bankare. Dhe kjo është ajo që ne pretendojmë që është e drejtë jona, që ne t'i mbrojmë lekët e tonë, ne t'i mbrojmë investimet e tona këtu. Dhe ne nuk duam në asnjë mënyrë, asnjë ekses, sa për kompanitë dhe në kompanitë tona këtu që kemi ne, në kontraktorët tonë, në kompanitë tonë, nuk ka nevojë të jetë asnjë policë tonë. Ne kemi ushtruar një padi mas sigurie për vendimet e tyre që merren në format e tilla, arbitrazhit, të quaj, dhe
Po presim, kjo gjykatë ka 5 ditë afat që të merr një mos siguri dhe neve të na lejohet qasja. Kemi se gjykata do të Është e pashmangshme, nëse ka drejtësia duhet të veprejë ashtu. Nuk është i raport që këto gjykate janë kundër nesh dhe jo kundër nesh, janë kundër normave ligjore, të cilat duhet të aplikohen. Kundër çdo norme ligjore dhe të drejtë këta kanë vepruar drejtashti. Është e pamundur. Vetëm një çështje vetëm, është e pamundur kur shkalla e parë e gjykatës erëzon vendimin e shkollës të apelit, kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Nuk ndodh as kundër rrallë 24 orëve, rrëzohet dhe lihet në fuqi një vendim i cili duhej që të ishte në favor të së drejtës dhe të njihej e drejta e qeverisjes me vijan koncesionarit ose partnerit mazhorant i cili bart 98% të aksioneve. Ne do të vijojmë që të kërkojmë të drejtën për qasje në kantier. Jashtë kamerës, disa prej nënkontraktorëve thanë për Blu Televizion se në bizneset e tyre kanë pasur vizita të papritura nga struktura tatimore dhe krimi ekonomik. Ata dyshojnë se janë identifikuar si pjesëmarrës në protestë dhe se po targetohen nga segmente të caktuara shtetërore me qëllim dekurajimin e tyre për të vijuar qëndrimin publik pranë kantierit të aeroportit. Ndërkohë Blu Televizion u përpoq të kontaktonte dhe me përfaqësues të shoqërisë koncesionare Via dhe me nënkontraktorin e Dyja Group, i cili vijon punimet në kantier. Përfaqësuesit ju referuan një deklarate publike të shpërndarë në rrjetet sociale, të cilën e cilësuan si shtëruese dhe të mbështetur në dokumentacion. Sipas tyre, situata nuk lidhet me një konflikt politik apo mediatik, por me një çështje të pastër kontraktuale mes Vias dhe Mapco Construction. Në dokumentet e publikuara, Via pretendon se problemi kryesor lidhet me vonesa të konsiderueshme në realizimin e punimeve dhe me mospërmbushje të detyrimeve kontraktuale. Sipas shoqërisë koncesionare, deri më 8 prill 2026 janë evidentuar 429 ditë vonesë, ndërsa dëmvonesat e përllogaritura arrijnë në 4.290.000 euro, shumë që sipas Vias vijon të akumulohet deri në pranimin provizor të punimeve. Via sqaron se hyrja në kantier bëhet vetëm përmes procedurave standarde të sigurisë të cilat zbatohen për të gjithë subjektet pa përjashtim. Sipas shoqërisë, këto procedura kanë për qëllim mbrojtjen e kantierit, kontrollin e hyrje-daljeve dhe parandalimin e hyrjes së personave të paautorizuar. Për këtë arsye, sipas Vias, asnjë subjekt nuk mund të hyjë në kantier pa autorizimet përkatëse. Shoqëria koncesionare thekson se aeroporti ndërkombëtar i Vlorës është një projekt strategjik kombëtar dhe nuk mund të mbahet peng nga vonesat, presioni publik apo tensionet në hyrje të kantierit. Via i bën thirrje Mapcos që çdo pretendim ta ndjek në rrugë ligjore dhe kontraktuale, duke shmangur sipas saj përdorimin e punonjësve dhe nënkontraktorëve si formë presioni publik.